Alhamdulillah wa kafa, sallallahu wa sallam wa baraka al Mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të asit takojmë të Allah subhanahu wa ta'ala dhe ati për gjërom që të lavdrej dhe të vekoj dërgurin e ti Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të pëzgjithë. Të ndorë lëzër, shumë që kanë njetë të regon kushje. Profesioni të regon kushje, po edhe ambicjet e tua të regojnë kushje. Disa ambicje zojnë vend, fuqeshëm zemër, sepse ti je dikushit që të përshtatën ato ambicje, ose disa ambicje tjera nuk të bëjnë përshtypje, sepse je diku tjetër, me një lugin tjetër, edhe rrëdhëmisht nuk të bëjnë përshtypje. Dhe jo vetëm profesioni, ose preardhja, ose përcaktimet e tua, madje në jetë të regojnë kushje, madje edhe vuajtjet, madje edhe sprovat, madje edhe fatkeqësitë. Për shembull, nëse shohmi që dikë i cili për shembull e vun shumë robnin, kur është një popull të robnum, ose kur është dikë i cili po trajtohet në mënyrë ku i shkelet digniteti e kështu me radhë. Kjo që po e vun robnin, kjo tregon që ky ka dignitet, ky ka krenari, ose ky është i lirë, ose ka luftuar për me fitu lirinë e vet, ose insiston edhe këmbgul për mos më lënë kërkosh me shkel. Ama dikush i cili e bën gabull robnin është tjetër njëri. Ose për shembull nëse shet dikë i cili fjala vije e munon vetmia. Vetmia e munon, vetmin e shes si sprovë, e shes si fatkeqësi. Kjo tregon që është shumë njëri i shoqnushëm, ose tregon që është shumë domethënë që ka rreth, ose tregon që aspektin e komunikimit me njerëzit e ka hoxha nivele rrëdhëmisht te ky vetmia apo vujtje. Atë dikush vetmia është edhe begati, domethënë njihet shumë mirë kur është domethënë vet. Ndonjëherë ndër vëllezër, sprovat janë varësisht eksperiencës. Njerëzit për shembull që kanë kaluar në varfëni e vujnë shumë varfënin, ose vetëm mendimin për varfënin e vujnë shumë. Ndërkohë ai i cili nuk është prej për varfënisë, do të thosh shumë i relaksuar dhe nuk e bën çast madhe. Ose ndonjëherë për shembull, sprovat janë varësisht rrethonave. Për shembull, nëse dikush fjalëbie ka disa javë që nuk u të nxjerr mjaftueshëm fitim biznesin e vet, ndërkaq ka shumë punëtor, ka shumë harxhime kështu me radhë, ai e vun më shumë se një njeri i cili e pret funin e muajit për një rrogë. Mund ndallon varësisht rrethonave, eksperiencave e kështu me radhë. Përpara se me hyn trajtesën që e kam përzgjedh, po duam me analizuar një fakt. Që kjo ligjërat kur lidhet me Ramazan. Kur lidhet me Ramazan, dhe kjo qëllimisht. E para se ka kaluar në një lajthitje, bot kuptimi shumë muslimanëve të shpërfaqë Islamin si fe një muaj. Domthonë gjithçka duhet me lidh me Ramazan. E kur ta lidhim gjithçka me Ramazan, tani kur të kryhet me Ramazan, kryhet masën edhe ajo interesi jon për fen Allahut. Dhe e dyta, kam ndoshta tendencë me menu që investimi jon që ndodh në muajt e bekum edhe të shenjtë, po edhe në periudha të tjera, është investim me garancion jetë shkurtër dhe një pjesë e përgjigjes është në këtë ligjërat. Domethënë, sësën herë në botë, kur dikush për shembull ndërton diçka ose prodhon diçka, qoftë ndërtim, makineri, ku diun çka, qoftë që jep shumë garancion jetë gjatë, kjo tregon se produkti është shumë cilësor, edhe e dyta ai që ka bërë produktin, projektuesi është shumë i sigurt në punën e vet. Na nuk kena garancion takvallëk. Na s'kena domethënë jetë gjatësi në përcaktimet e tona fetare në ibadetin, ose as cilësi s'ka, as nuk e dimi çka kemi bë. Domethënë na i japim shumë zonë në Ramazan edhe në periudha ndryshme, sepse domethënë na kap një moment të reflektimi ose emocioni, por realisht domethënë nuk jena domethënë ata të cilët e dimi cilësinë e veprës ku e kena, po as vetë nuk e njohim veten rrëdhëmisht, domethënë kualiteti edhe realiteti jon, domethënë del realiteti pas pak javë pas Ramazanit. Po kthehemi te fillimi i temës. Sprovat, dhimbjet, pikëllimet, përvëlimet, vuajtjet tregojnë kush je ti në të vërtetë. Domethënë, çka po të dhem tregon kush je. Shka s'po të dhem, edhe ajo tregon kush je. Kështu që unë po të me bëni pyetje në fillim të ligjëratës. Kush jam unë dhe kush je ti, nëse të përvlohet zemra që e shën një të varfër, kur e shën varfërinë e tij të përvlohet zemra, ama nuk dhem zemra kur e shën të padijshëm. Ose kush jam unë dhe kush je ti, nëse dikush na tregon se me nxipja del mujin, edhe na dhimbët, a mos na dhimbët kur na kallzon që me javë, me muj, sprek libër me dorë, nuk lexoj, nuk mirët me shkollë, me dije, me kurrë. S'na dhem ajo. Ose kush jam unë edhe kush je ti, nëse e shohim dikë i cili fjala bie po ikin disa çefe të jetës, sun po i mbrin do çefe të jetës, na dhimbët shumë edhe e kami, a mos e kami çoj pa dëshum. Ose kush jam unë edhe kush je ti, nëse e shohim dikë i cili po vun që po i mungon dikush, po i mungon një njeri në jetë, edhe na e vumi bashkë me të mungesën, ama nuk e vumi mungesën e dijes, nuk e vumi që është i padijshëm. Ose kush jam unë edhe kush je ti për krejt që të situatat që jena të pavetëdijshëm, që sprova më e madhe është padjenia. Mukoni i padijshëm është ma keq se mukoni i varfër. Mukoni i padijshëm është ma keq se mukonën
shumë çka mundesh me menu, me ndodh dikujt që i ka ndodhur një tërmet, me ndodh që dikujt i ka ndodhur një fatkeqësi, dikush e ka humbur shtëpinë, dikush i ka humbur vlad, dikush. Këto këto sprova janë shumë më të menaxhueshme se sa sprova pa dienis. Është fatkeqësi. Mu koni pa dishëm, është sprovë, është musibet. Më thonë, sikur si një njeri që nuk ka sy, është sprovë e madhe, mos mi pa sytë e zemrës, mos moni dishëm, është alama sprovë e madhe. Se fundja me mungesë të syve e merr vesh pak botën nëpërmjet rrëfimit. Amo pa dijet e as dynjas ahiret. I pa dishëm si a di rejnë as dynjas, as nuk ja di domethënën ahiretit. Saktësisht që kjo vujtja, me vujt për pa dienin, me vujt që i padishëm, ose me vujt kur e shef fëmijën tënd që i ka kalu java pa lexim, me vujt kur të ka hik dersat e javës, me vujt që ka hik panajiri, me vujt që kanë hik titujt e fundit. Kjo vujt është ekskluzivisht e njerëzve të mençur, e njerëzve të arrirë. Kjo nuk është vujtja e njerëzve, domethënë të padishëm. Kjo mungesa e kësaj vujtje tregon se ne jena të padishëm. Mungesa e kësaj vuajtje, kësaj ndjenje të sprovës tregon atë që ne jena të padishëm. Ne jena të padishëm. Edhe rrëdhimisht pastaj domethënë njeri i padishëm nuk e di për çka me vujt. Ka syje. Njerëzit e padishëm ndër vëllezër janë paqe me padienin. Kanë domethënë një aleancë dhe një paqe jetë gjatë me padienin. Edhe për këtë arsye ata vujnë për gjithçka. Veç që janë prek pi padienis ata nuk vujnë. Sepse domethënë konsumojnë diçka e cila ja bën mos meni dhimbtën. Konsumojnë diçka për mos meni saktësisht dhimbtën dhe në kohën tonë vëllezër këta të padishmit, e sidomos mrena muslimanëve, i ngjojnë shumë Ben Israelëve. Ben Israelët, Musa Islam shumë ka hek, edhe ka hequr të zitë e ullirit mi hekën prej robnisë. A di çfarë robnie kanë pas? Robni që veç u çus faraonin i natë, myt një krejt. Çasi robnie. U çun i natë, merrja një keve gratë. U çun i natë, apo domthon çka s'mundet me të shku menja sa zullum ja ka bë Ben Israelëve, kur men Musa dhe i çliron me dije, i çliron me ilm, i çliron me davet, edhe i çet në tona, thot në meshmin, thot faraoni, thot në robni ama gjë kishte qep, kishte fasule, thot këtu s'po ka. Domethënë nuk pi ban për shtypje liria. Nuk po i ban për shtypje liria, sa është rob i padienis vet. Është rob i prapambeturisë vet, është rob i mediokritetit vet, ai s'un po del pi saj. Dy pejgamberi ka pas. Dy pejgamberi kanë pas për mikfill. Amo kuroj i padishëm. Kuroj i padishëm, ai vun për diçka tjetër, nuk vun për atë çka vun njeri dishëm. Për atë që vun njeri domon syqel edhe njeri i arsyeshëm. Ndaj sot temën e kom titullu Fatkeqësia e padienisë. Fatkeqësia e padienisë, shumë qëllimisht, domethënë fillimisht na duhet më eduku si musliman me pa musibe, me pa sprov, me pa qeder, me pa që të ka ndodhur diçka e keqe. Domethënë, të ka prek një javë padienia, të ka prek sinxhërimi i përgjithshëm padienia, ose po shkon shtëpia ka me rend padienis, domethënë kjo është sprov. Kjo nuk është domethënë diçka e lehtë që do të më ka përdi. Kjo është sprov. Mirë po, është sprov më e madhe se smundja, më e madhe se lufta, më e madhe se madje edhe shumë gjëra të tjera, ndaj nuk e kam titullu pasojat e padienis, që mos më lënë me menu që këtu kanë me të prek mas një kohë. Jo, episodit i sprovum, episodit i të hekën. Edhe jo me titullu shëmtia e padienis, për arsye se s'mundesh me u neverit prej padienis pa e kuptuar që kjo njerëz sprov. Kur ta kuptoj që o sprov, mos nëna ja nis mu neverit edhe mu gërdit prej saj, edhe rrjedhimisht pastaj me dal në një ngjarje tjetër. Unë ndër vëllezër kam patjetër me potencion një fakt që e besoj bindshëm. Sot jena 2026, mundet nuk e ligjat mungua mas 100 vjetëve, domethënë, inshallah, sprova më e madhe e umetit, këtë 100 vjetëshin e fundit, por mos me thonë 300 vjetëshin e fundit është padienia. Domethënë, na shpesh mendojmë që lajthitjet, shpesh mendojmë që degenerimet, shpesh mendojmë që diktaturat, shpesh mendojmë që varfënia, jo, ato janë animojnë padienis, po këtu kanë ardhur padienis. Domethënë, na që 200-300 vjet umeti padishëm. Najna umeti maj prapambetur, najna xhamati maj prapambetur, najna komunitetet mat prapambetur. Na veç lutëm mes të para, më na spunomi mes të para. Na kena qef me shku punat e para. Na e shohmi ndryshimin e umetit si mrekulli, i lutmi Zotit një natë na përgjigjet edhe kur çomu najna umeti që na to dhëç botën. Bota udhëhet me njerëz dishëm, jo me njerëz pa dishëm. Edhe Allah i ka bërë këtu ligje. I ka bërë ligje tokës, rri pa dishëm, rrin safin e fundit të umeteve, pikë. Nuk ki pas perandori e cila 100 vjetë e ka majtë në draft atyja, me shtyp libra ta mos mi shtyp, se shtyp shkruajnja mos është bidat. Në kënë majtë 100 vjetë, ashtë 300 vjetë kime pagu faturën.
Edhe sot, jena një umet që gjithçka që bota sot e bën, na shkojmë një 50 vjet mas. Domethënë me na 50 vjet me vonesë na këndjell mu. Na 50 vjet na çdo ditë folmi për dijen, edhe thonë kena një farë slogane aty në umeti i leximit. Këtë bota është, këtë njerëzit janë umetit të leximit. Ti mundesh me thonë, jena umet që na ka zbrit ajeti me lexua, nëse lexojmë. Kjo çetër mohabet. Është mirë me thonë fjalinë saktë. Umeti i leximit jena ti pa kush janë umetet e leximit. Jena ti pa kush janë umetet e leximit. Na si në umeti i leximit. Na në umeti që na bojmë mohabet haje, na në umeti që bojmë mohabet pije, na në umet që bojmë mohabet qefeve, na bojmë mohabet teshave, na bojmë mohabet rrobave, na bojmë mohabet shëtitjeve. Çtu jena na si në umeti i leximit. Ti mundesh mi po çe vetës, pse na si në umeti i leximit. Momentalisht, projekti i umetit islam është projekti i mjegullt, nuk e dimi çka jena na. Na i dimi vujtjet e çaj na shkaktojnë të tjerë, ta mënash jena ti po vetës. Për arsye kanë thonë dikush pi selefit, ka thonë kur kush nuk mundet minimue njërit pa dëshëm. Po them pse, mos ti mundesh minimum pi gjithçka, po s'u minimum pi vetvetes, ajo është zullumçori vetvetes. Ajo është armik i vetvetes, ti nalja ka dush nalja as sherrin. Ai mos pron ti ja ban vetvetes sherrin, soi pa dëshëm. Për arsye duhet me pas konsiderat. Sprova më e madhe umetit sot është padjenia, se me padjeni ne bëhemi shoqëni edhe popull mendje ngushtë edhe mediokra. Na bëmë shoqëni edhe popull, domethënë shumë të paqytetëruar, shumë të pakulturuar, bëmë shumë dembela intelektualisht. Ne bëhemi umet, domethënë që lëshon mendjen e vet me përdor çetërkush. E manipulon kush ti vën rënë më përpara. E sundon kush do më përpara. Domethënë aty në rën secili popull me e sundu tjetrin vetë se e kanë bërë me rën. Unë një 50 vjet ti masëna vën rënë mos një 50 vjet, se këta janë padishëm, shumë lehtë u sundu. Shumë lehtë, këta i kanë pasuritë më të mëna toksore, këta demografinë kanë më të mirë në botë, kanë rini, më janë padishëm. A disa janë padishëm. Një popull 2-3 milion, shkon e sundon një popull 100 milion. Një popull 6-7 milion e sundon një kontinent. Shumë e thjeshtë, ose je i padishëm, kur je i padishëm sundon kush t'i vën rënë më përpara. Edhe domethënë jemi të ktill që pasojmë pastaj verbresht, edhe nuk kena vizion. Keni vëmendje. Kur njerëzit janë të ktill, janë mendje ngushtë, janë mediokra, janë pa qytetërum, janë pa kulturum, janë me vizion të ngushtë, nuk kanë qytetërim, nuk kanë vlera, nuk kanë një projekt që janë të dashur çute para, nuk kanë vizion çfarë do të bëjnë, mendën e tyre e menaxhon dikush tjetër. Këta dhe fetar kur bëhen janë shumë larg pi frekuencës edhe prej konsekuencës që ka lënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Këta dhe shumë fetar kur bëhen, domthonë nuk janë fetar të vyshëm. Këta dhe shumë fetar kur bëhen, këta nuk janë fetar që shojnë diçka të para. Për arsye ndër vëllezër, po duam të bëjmë një ndalje me jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për me kuptuar çfarë më thonë. Këtë çdo cilësi që përmena, i ngushtë, i vrasht, i prapambetur, s'ka vizion apo? Këtë çtu në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i kanë pas ata që janë thut al-a'rab. A'rabët janë ata të cilët kanë jetuar shumë larg viseve ku ka pas qytetërim. Është emërtim për njerëzit që rrinë shumë larg ku ka kulturë, dije dhe qytetërim. Edhe ata pastaj shkaku që kanë shumë deve, kanë shumë pasuni, ata nuk mundën me nejtën ku ngushtë. Sa aty i duhet shumë hapësirë për kullosa, e kështu me radhë dhe lëvizje, nuk rrinë me një vend. Allahu subhanahu wa taala kur ka folur për çata al-a'rab, ka thonë kështu: "Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa." Nuk ka njerëz me kufër më të keq, edhe njerëz me nifak më të keq se sa al-a'rab, njerëz që rrinë larg viseve të qytetërimit. A ka diçka në Kur'an dhe Sunet që diskriminohen njerëzit në baza gjeografike? Allah për përshkruan realitetin, thotë këta rrinë shumë larg dijes, rrinë shumë larg qytetërimit, rrinë shumë larg kulturës. Këta thotë kur të vend që ballafaqohen me të vërtetën, këta janë shumë qafira, domethënë të poshtër. Edhe janë shumë munafika, domethënë pandrejtshëm. Shumë, domethënë nëse këta rrinë te kufri dhe te nifaki, është nifaki dhe kufri më i poshtër. Thotë wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasulih. Edhe nuk pritet pi këtyne me ditë çka ka dashur mi thon Allahu pejgamberit sa. Ky se merr vesh, ky s'dimenejte hududet e Allahit, ky s'dimenejte kufit e Allahut. Pse? Se është i pa qytetëruar, i pa civilizuar, është i pa kulturuar. Edhe pastaj thot Allah azza wa jall, pas dy ajete thot: "Wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ka edhe pi këtyne al-a'rab që besojnë Allahun në ditën e gjykimit. Ka, domethënë esenca ose si të jetë i larg kulturave, si të jetë larg qytetërimit, ky parimisht është domethënë që s'di kufi. Po ka edhe pikëtyre që besojnë Allahun edhe domethënë ditën e gjykimit. Çi bie kjo për përjashtues. Domethënë këta mukonën tamam është rast përjashtues. Esenca çka është? Ajeti i parë. Këta kur janë të kufrit, të nifaki, të janë shumë poshtë. Po edhe kur vjen pastaj me njoft dispozitat e Allahut, ta suni kuptojnë.
Edhe pastaj ndoshta një dispozit që është me krua e ban kufër. Një dispozit çka është domethënë kufri i vogël e ban kufri i madh, se truska, çat nuk mundet më shumë me përballu. Edhe domethënë pastaj imagjino pastaj ky kur ti thirret, kur ky thirret pastaj në fen Allah, domethënë çka mundet me bë, çka më pasoja wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasuli. Ta meritor, ta çështu janë, nuk mundën me kuptu, domethënë çka i ka zbrit Allahu të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Tash një pyetje. Nëse na kthejmë në histori dhe thënë, pse këta janë konë qështu? A e kanë pasën farën qështu, a racën e kanë pasën qështu, a shka konë? Se ta arabisht kanë thonë, një si sahabët e Medinës edhe të Mekës. Bile arabishtën e kanë pasë ma nivel se sa arabishtja e, dhe më thonë, e qyteteve. Pse janë konë qështu? Arsye konë se këta janë konë shumë të angazhum. Se jeta e shkretinës ka angazhime shumë. Për arsye se domthon shkaku që këta kanë shumë hapësirë, këta kanë edhe pasuni më të madhe. Angazhimi i madh me dynjon i ka bëhe shumë, domthon, të pa interesuar me shku me mësu dikun. Edhe për ata u kanë më rëndësishme a 10 deve a 20 deve, sesa domthon një herë njëjtë me shku me dinë me ngut te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ose një herë shumë me shku me ngut te Abu Bekri, ose një herë 2 javë me shku me ngut te dikush pisave. U kanë shumë irrelevante, kanë sukon prioritet për atë me shku. Se ne na të angazhojmë me diçka tjetër, se ne na zotni, na kena. Na domethënë shtymë me numër të kafshëve, na shtymë me numër të hektarëve tokës sa kam unë sa s'kam, aty si vendrejnë pastaj me nxjerr në prioritet me shku me mësut e dikush, edhe rrjedhëmisht domethënë me të El Arab, edhe shkaku i lëvizjes. Sepse këto fiset që janë El Arab, ta e kanë ndrru vendin varësisht interesave materiale. Ka shi që tu edhe ujë më shumë, ai ka nej që tu edhe i ka rrit kullosat e veta. S'ka ka lëviz. Para tu kanë prioritet në lëvizje, jo dia. Jo kultura, jo qytetërimi, u kanë vesh domethënë të mirat materiale. E tash shtrohet pyetja, a ka gjallë në vëllezër që? Kur na i folmin muslimanit, pse ti vëllaz lezon? Pse ti sikini program të leximit javor, mujor, familja jote? Tan kohën a thirrmu i darja, puna, angazhimi, dinamika e jetës, shefët, e kështu punë shka. Domethënë na çani parë na të shku. Ne na të shku çani parë tu jetu midis qytetit. Ne na të shku te kultura dhe te vetdia dhe te realiteti El Arab, edhe pse na domthon ku mas leti kon njëri, sot domthon afër dijes edhe domthon afër burimeve domthonën të dijes, kështu që s'ka vakt për libra, s'ka vakt për ligjërata, s'ka vakt për derse, s'ka vakt për arsimim, s'ka vakt për mësim, për dikë i cili nuk e sheh pa dijenin si sprov. A si ta shifsh pa dijenin si sprov, ja gjen vaktin me lenin Allahu subhanahu wa taala, e keni vëmendjen çdo. A dini sa e hub njëri vlerën kur me çdo cilësitë e Arab, e hu vlerën, s'ka vlera i të Allah. Thot Allah subhanahu wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli al-qura. Thot kudo që kena dërguar pejgamber, i ka pas 2 cilësi ai pejgamber. Cilësia e parë të kon burr, domthon gjinis mashkullore, edhe e dyta thot u kon prej viseve të banuara, jo pikë në arabë. Tas s'dal pejgamber pikë. A kanë pas nevojë për, kanë pas nevojë për, ama Allah nuk çon pikë në pejgamber. Në më thonën, qënë për amer për krejt botës. Amë nuk qënë për amer për njerëzë që rrinë larkë qytetrimit edhe larkë dijes edhe larkë, dhe më thonën, arsimimit. Madje Allah subhanahu wa ta'ala thot, wa im min ummetin illa khala fiha nadhir. S'ka ummet, s'ka popull, vetë se ja këna quni për amer. Ajeti më baba thot, nuk del për ameri për këtyne. Ta kanë pas për amer. A kanë pas për amer? Ka pas për amer që është dërgu të kohë e tyne, më jo për lojë tyne. Se kjo nuk është ummet, asë në rend njerëzimit nuk e kjo. Se Allah po thot, wa im min ummetin illa khala fiha nadhir, çdo ummet e ka kani paralemruar. Domthon, ky nuk është ummet. Ky është fusnota e popujve. Ky është agent çast e popujt. Ky s'është popull, ky s'është kom. Ky nuk është domthon etnikum që meriton domthon me hin historik si saj. Gjasë në vëllezër, njeriu që është patriot i vërtet e vun pa dijenin e popullit vet. Ai që është patriot i vet e vun. Ai që është patriot i rrajshëm. Ai domthon ka çef, domthon keq këtë mohabet, do thonë, ky mohabet për do vend për diku tjetër. Keq këtë mohabet e shet domthon shumë relative, ndoshta të stërzmallum, po ai i cili është domthonën i sinqert e di, sepse një popull që mohabetin kryesor e ka hajën edhe çefën, edhe garën kryesore ka mu fry, na e dimë që kjo s'ka arpi dijes, po ka arë se domthonën prioritet dia nuk ka domthon kurkun, domthonën aty pari. Kështu që sot inshallah shumë shpejt komi radhit, dhe komi përmend në 4 ndalje disa shëmti dhe pasoja të padijenis, e pastaj mas dersit më lut me zemër, që lut Musa a.s. Allah azza ka përmend duan e Musa a.s. Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. O Zot, ruaju mos më koni padëshëm. Ruaju mos më bë, imagjino të thon, ruaju për fukarallëkit, ruaju për smujë, ruaju avlat, këtë doat e kemi. Kur na lut mos më thon, o Zot, ruaju mos jam i padëshëm.
me e pas sprovë, njeri lutet në kësaj për sprova, për sanet që e munojnë, për sanet që ka frikë. Më thonën, se një maj vogël për fëmijët e tonë, neve na kish shqetësua dhe na kish mërzit, nuk na shqetëson atë që fëmija jonë, domethënë s'prek libër me do. Nuk na shqetëson, domethënë nota e keqe e fëmijës. Nuk na shqetëson që fëmija i muslimanit ka me jetë në safat e fundit. Kjo është i shkon mirë, pas ke, domethënë shnosh. Kështu që njeri nuk mundet me kërku për sprovat mbrojtje pa i pasi sprova. A dini sa sprovë mos me ditë? E shënon Imam Buhariu për Enesit radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam min ashrati as-sa'a an yadhhara al-jahl wa yaqill al-ilm. Thot pishemet kiametit është mu shfaq pa dienia dhe mu paku dia. Non kiamet është. Mu koni pa dëshëm kiamet, çaj javë, çaj muaj, çaj vit që ka shku, domthon pa prioritet ilmi. Ajo kiamet nuk është gjendje e keqe, është kiamet. Na e përdorme fjalën kiamet për në gjendjet shumë që na kanë ndodhur në sprovë mëdha. Kiamet ish bë, kiamet ish bë. Ty të ka një kiamet në shtëpi, ka një të gruaja, ka një të ty, ka një të fëmijë. Kiamet, domthon nëna tu e xhut, nëna duke jetu në gjendje kataklizme, në gjendje të kiametit. Në kiamet domthon çka ka? Ka diçka që të le për shtypjen kiamet. A ka diçka që të le për shtypjen kiamet? Kiameti është domethënë shembull i skajshëm i shkatërrimit, shembull i skajshëm që s'ka met aty kur gjon. Aty mos ka kur farvlere. Allah subhanahu wa taala i dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam po na ka thënë që është domethënë kiamet, mirë po. Kiamet është në dy forma. Qoftë kur ki bë paqe me padienin, ajo është e plota, ajo kiameti i plot, edhe kiameti i peshëm ku domethënë të kap domethënë java, dita, muaji kështu me radhë, sigurisht keni vëmendjen këtu. Është sprovë e madhe domethënë i padishëm. A mos është një sprovë që e bën këtë sprovë të dyfisht. Është mos me di që i padishëm. Pastaj bëhet dyfish. Domthon dy fish është sprovë kjo. Dy fish është i smut. Domthon sigurisht se dikush i cili në momentet e fundit e kupton që është godit për një smujës, domthon që kam u bë sebe për vdekjen e tij. Mirë po, thot Iyas ibn Muawiya, thot kullu man lam ya'rif aybahu fahu ahmaq. Thot cili do i cili nuk i dit metat e veta, ai është njeri ahmaq. Është domthon mendje lehtë. Se je i padishëm edhe di që i padishëm, domethënë menaxhohet, ama i padishëm se di që i padishëm, kjo është ahmakllëk i shtuar. Mirë po ka situatë vllazni që bëhet edhe tre fish kjo smuj, kur jo vetëm që është i padishëm, jo vetëm që nuk e di që është i padishëm, po nis me i shi dijet dishmit. Pastaj bëhet domthon tre fish domethënë në sprova, edhe rrjedhëmisht dikush selefit ka thonë kështu. Ka thonë nëse keni një që dikush ka dhon, u koni varfër. Nëse keni një që dikush është i varfër edhe ka dhon, edhe me atë lëmoshën e vetë, i ka bo hajrë një pasanikit. Apo kjo është e rallë. Me thonë një pasanik, më ka kry punë lëmoshën një fukaros. Thot nëse nini që dikush është një varfër edhe jep, edhe dhënja e ti ka bo dobi pasanikut, thot zini bes. Ama mos zini bes që mundët i padishme me drejtu dishme. Thot nuk ndodh kjo. Nuk ndodh i padishme me ardhë, me thonë me eftilu njerit dishme. Nuk mundët me ndodh. Thot s'mundët. Me thonë, kjo është ma shumë ka gjas kja para me ndodh, se sa me ndodhi pa dishme me drejtu, do më thonë, njërin e dishëm, sepse Arabë thojnë, faqidu shay la yu'ti. Aisha se ka një sens në të jepë. Nënë kjo s'ka për veti, shmë mund me dhonë për të të kanë. Faqidu shay la yu'ti, s'munët me dhonë, asë nuk banë me lypi ti. Sa i s'ka asë për 2.5 se lemu, do më thonën për ma shumë. Ndalje e parë. Padjenia të banë lodër në dorën e shejtanit dhe të hapë çdo udhë të devimit. Do më thonë, shpesh na mendojmë në shumë situata, shumë vende muslimane, ç'është e mundur ka fetari aty musliman janë, po shumë propambetur, shumë krime bën kështu. Shumë thjesht është padjenia. Pra si ka thonë dikush selefit, ma usi Allahu bi dhanbin aqbah min al-jahl. Nuk ju ka bë Allah doni gjuna më i keq, më i shëmtuar se padjenia. Gjuna është, mëkat është, mund të jetë gjunaçar. Thot nuk ju është bë Allah gjuna diçka më i shëmtuar se sa padjenia. Thot Wahb ibn Munabbih, thot e kam gjetë tek librat e mëparshëm që Allah e ka shpall popujt e mëparshëm, që thot kështu. Ana shejtani lam yukabid shay'an ashad alayhi min mu'minin aqil. Kur shejtani s'ka hek më shumë sa hek me muslimonin që i mëshëm edhe i dishëm. Me atë hek shumë. Thot wa annahu yukabidu 100,000 jahil fa yaskharu bihim. Thot on gjendje një shejtan me 100,000 ibadetxhit pa dishëm me lujt. Me lujt, jo mi deviju, me lujt. Sa lunë, thot, hatta yarkab riqabahum, thot ju rrin qafa, lunë me ta. Thot fejen kadune lehu hajthu sha. Thot edhe, thot i qënë katë doje. 100,000. Thot, o ju kabidu l'mu'min al-aqil, fe jesabu alija, hatta jenale minu shejen.
thot hesh të zi të ullirit shejtani veç një sen me mujt me mrrit e i meqmi, thot së ne ban. Do të thonë veç një sen me mujt me botë e i meqmi. Nuk mundët me bo. So është i këfill. Ka dije, ka përvoja të mëparshme, ka ajete, ka hadithe, ka mësime, ka përvoja të jetës, ka shkencë, ka atë, ka këtë, ka disiplina. Ai domethënë çfarë njëri, shumë procesori i trunit pranon dyshet ai. Edhe rreth me shejtani ka të vështirë me këtë njeri. Madje Qabel Ahbari thot sa njeri thot e shohmi që bën shumë ibadet. Sa njeri thot e shohmi që është shumë, domethënë thot i përkushtuar, thot në ibadete, thot zoro mushtimat. Thot wala'allahu la yusawi fi dhalika kulli. Inda rabbihi gjifetu himar. Amë thë bakia të Allahu që kënjeri s'ka vlera sa një coftin e gomarit. Nuk ka vlera sa një coftin e gomarit, e i thanë qysh është e mundër, di ka dalë, shumë lafiron kjo. Tha li qillati aqlihi wa su'i raghbatihi. Tho se ky ka pak men edhe s'di shka po synon. Ky s'di, Allahu e shet që ky sot u di çka do të është. Ky vesh lodhët. Tho dhe hu vlerën tek Allahu subhanahu wa taala, e dikush domethënë ka vetë Abdullah ibn Barekin, i kanë thonë ma khairu ma u'ti al-insan. Shkon hajri më i madh që Allah jap dikuna pi njerëzve, thot gharizatu aql, si ti japi Allah i men. Nuk e ka begatuar Allahu dika më shumë se sa domethënë njeriu i cili i ka mençuri. Keni vëmendjen çdo, shpesh përmendet mençuria dhe dituria ndamas. Domethënë dhe edhe i mëshur. Edhe shpesh mund të më thonë dikush nuk jam çaq i dishum, s'lexoj, s'ngoj kështu, apo i mëshëm, mi kfill. Tu janë raport reciprok. Mençuria, domethënë, çon të dia dhe dia ta zhvillon mençurinë, kjo është raport reciprok. Nuk mundesh domethënë ti domethënë me pasën natyrë shumë muskuj, edhe ato domethënë mos mu zhvillu prej lëvizjes. Lëvizja i zhvillon ato. Lëvizja i zhvillon, domethënë ti nuk lëviz, domethënë ti shkon atë çka e ki e hub. Me arsye domethënë do të më pasë në konsideratë që është raport, domethënë reciprok, po edhe raport etik. Kuptimin që varet jeta njëri tjetrës në bazë të saj. Çaq më i mëshëm, mundesh më i dishëm. Çaq më i dishëm, bëhesh domethënë edhe më i mëshëm. E dyta në vëllezër, padjenia të bën antar të padobishëm të shoqënisë. Domethënë, je i padobishëm për vete, i padobishëm për familjen, për fëmijët, për rrethin, për kombin, për shtetin, për umetin, rend, për krejt. I padobishëm. Domethënë, na e shohim shumë vllaznik që janë shumë devotshëm, po i padobishëm fëmijëra vet me këshillu 5 minuta. Na e shohim ndoshta motra që kanë qenë shembulltyra të devotshmërisë, po nuk kanë gjendje me çikën e vet 10 minuta me fol, si e padishme. Edhe pastaj thjesht thot ju e hamlon Allahin dorë dhe veç lutni inshallah Zoti ju udhëzon. Ti s'ki punu për mirë udhëzo Allahu Azza. Se ti për me pas punu mi udhëzo Allahu, ti u dash me lexu, ti u dash me ngu, ti u dash më kanë vetëdijshëm që kur vjen momenti që ajo do të më ngupi te, ti u dash më kanë dishëm edhe ti u dash më kanë i dishëm. Domthonë antari i shoqënisë i padishëm është domthonë i padobishëm dhe këtë kjo ndodh shkaku i dembelisë së mendjes. Domthonë njeriu pa mësim, edhe pa lexim, edhe pa dëgjim e prish ekuilibrin mendje epsh. Sa herë që dobësohet mendja shkon njeri ka epshi. Kjo është rregull i jetës. Por arsye domthonë për një në këtë kohë është marrë me përmend, sidomos është marrë me përmend sot nëse ngohet ky ders mas disa dekadave që u kon temë domthonë shakina hongër. Ose ku kina hongër, ose çka po veshemi, ose bëhet temë domethënë mbathjet, kpuz bën, imagjino domethënë temë, se kjo domethënë bëhet epsh me fol për çat se është mungesë të domethënë të aktivitetit mendor, njerëzit nuk mendojnë, duhet të angazhohen çështë tema. Domethënë dembelia intelektuale, dembelia e mendjes ta bën interesante atë çiket, se të pastaj edhe epshi më i vogël bëhet domethënë që i vend domethënë rinin ndaj thotë dikush për selefit, la tashaban ahmaq fa innahu yuridu an yanfa'aka fa yadhurruk. Mos rreme njërin që mendeli. Mos rreme njërin që i padeshëm, thotë sa tu dosh me bë mirë të bandam. Tu dosh me të bë mirë të bandam se s'di. Domethënë njëri i padeshëm, domethënë është absolutisht në çdo situatë domethënë i padobishëm. Mirë po keni vëmendje. Shpesh vllaznitë tonë tu thirr në emër të udhëzimit se këtin atë udhëzum, jena këtë njëjtë, nuk jena këtë njëjtë. Elhamdullah që i udhëzu. Kimeti pa dëshëm, Allah të shërof. Nuk mund është më ngoni njëjtë me atë i cili është duke qitë në prioritet jetës dijen. Nuk mund më kanë të njëjtë. A më nëjna këtë vllaznia më jotë të më të njëjtë. Shumë e thjeshtë është kjo punë. Ndaj, ka thonë dikush për djetarëve, mal fadlu illa li ahli l-ilmi innahumu ala l-huda liman istahda l-adillau. Thot vlera është njerëzve dëshëm. Kush do mu drejtu me ta një drejtohet. Thot wa qadru kullu mri'in ma kana yuhsinuhu wa lirrijali ala al-af'ali asma'u. Njeri e ka vlerën qatë çka di me bo. Njeri e ka vlerën qatë çka di me bo. Thotë dhe njeri në bazë veprave i merë emrat. Çfarë emri me të dhonë? Çfarë emri? Çka titulli atë? Me padjeni, çfarë emri merë? Thotë wa diddu kulli mri'in ma kana yajhaluhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u. E kundërta e njeriut është ajo të cilën ai nuk e di,
dhe njerëzit e padijshëm janë armisht e njerëzve të dishëm. Gjithë ata kanë problem, gjithë suni durojnë, gjithë domosdoshmë e kanë një farsikleti. Gjithë duhet me bëni kauz për me zhvlerësuar domethënë pozitën e tyre, e këtu kisha pas dëshirë me nënvizu një fakt. E di që është fakti i dobët, po domethënë pa çore më për me. Shpesh domethënë njerëzit thonë, "A be, shumë njerëz të padijshëm ju hez dynjoja." Shumë njerëz të padijshëm ju hez dynjoja. Kjo është veç si pyetje pasojë e padjenisë, domethënë njeri kur rrin edhe është i padijshëm, mat mos janë veç me dynjë. Mon hez dynjoja o mirë puna, nuk hez dynjoja nuk o mirë puna, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Sa njeri të hez dynjoja, është njeri pa vlerë. Ti lutesh një jetë kur punë mos me pas me ta. Apo? Shka e ban njeri me vlerë? Njeri e ban me vlerë imani, njeri me vlerë e ban dia, njeri me vlerë e ban kultura, njeri me vlerë e bojnë gjëra të tjera, nuk është domosdoshmë dynjoja, dynjoja është relative. Ky arsye, ka thonë dikush për njerëzve të mëshëm, thotë ndoshta dynjoja i vën dikujt që është domosdoshmë i padijshëm. Edhe ndoshta donjëherë njeri i dëshëm ja kanë dynjoja shpinën. Thotë vetë se, thotë merrni si rregull. Thotë fedawlatul jahil min al mumkinat. Thotë mundet me mrri jahili dhe kjo është e mundshme. O dawlatul aqil min al wajibat. Amu me mrri dëshmi o ran. Është ran. Domethënë nuk qitet e mundshmja para renit. Domethënë e mundshme është me mrri, e mundshme. Ama nuk o ran. Rani kësaj dynjoje tjetër. Në të ponë arenë e dynjojës, njerëzit domethënë që sot domethënë neve na sundojnë. Ndaj Ali radhiyallahu ka thonë: "O fil jahli qabla al-mauti mautu li ahlihi wa ajsaduhum qabla al-quburi quburu." Thot jahili ai që i padijshëm tukon gjallë i dekt. Tukon gjallë është i dekt. Dhe trupat e njerëzve të padijshëm janë varreza. Trupat e njerëzve të padijshëm janë varreza, sikur sa Hasan al-Basriu ka thonë: "La faqra ashaddu min al-jahl wa la mala a'wad min al-aql." Thot nuk ka fukarallëk më shumë se sa mos me ditë. Nuk ka pasuni që të rrehazë më shumë se sa dia. Gjithë domon çelën u. Qysh çelën, honën e din domethënë njerëzit e dëshëm. Ndaj Ibn Qayyim rahimahullah ka thonë: "Law dhahara suratul jahli la kana manzaruha aqbahu manzar." Thot me bo me fotografu, me bo me pikturu ignorancën, s'kish pas pamje ma të trishtueshme. S'kish pas pamje ma të pështirë, pamje ma të neveritshme se sa, domethënë ignoranca. Edhe ndalja e tretë para fundit, padjenia të ban të rrezikshëm edhe domethënë të dëmshëm. Jo veç domethënë i paduveshëm. Jo vetëm domethënë në dorë të shejtanit edhe lodër, të ban edhe të rrezikshëm. Ndaj thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, thotë wa jima'u ash-sharr al-jahl wal-dhulm. Nëse këshymi keq sherrin pika vjen, thotë vjen prej padjenisë dhe vjen pi zullumit. Çdo dyja, shka dush menoj në shtëpi? Ndash menoj raportet e tua familjare, ndash menoj në punë, ndash shka dush menoj në jetë, që sot u funksionu. Ja s'funksionon pi padjenisë, ja pi zullumit. Njëna pi dyjave. Ja o zullumçar, e di ç'është duhet po e shkel, ja nuk e di. Njëna pi dyjave. Domthon, kjo rregull, nuk do të thonë në një njeri thjesht, do të thonë Ibn Taymija që është domthon mendja më e ndritur që ka pas njerëzimin 1000 vjetësh në fundit thujse. Do të keq sherrin, shka ta menojsh, me gjunohe, me amoralitet, me pislëk, me sjellje të ulta, me prapambeturi, shka ta menojsh, japi zullumit, japi padjenisë. Për arsye për shembull, ka vende sot muslimane nuk janë keq me dijen, kanë hes të para, ama janë keq të zullumit. Ka vende tjera nuk ka zullum, janë vende që elhamdulillah nuk bën zullum i madh, mirë po është dhomja e madhe mas qefeve, edhe rrjedhimisht domethënë nuk janë të shkuar njerëz domethënë ka dija. E ka përmbledhur dikush për dietarëve të hershëm, sa i dëmshëm, edhe sa është i rrezikshëm njeri pa dëshëm. Thot dalun model, është i devijuar edhe i devijon tjerë. A ki pa njeri devijuar i thon njerëz, a keni pa njeri pa dëshëm i thon tjerë, unë jam sprovuar me çka ti vazhdo vullën tonë. Jo, këshir me mora të tjetrit. Thot është dalë edhe model, edhe devijon edhe i devijon tjerë. Thot inuni se takabbar. Thot me bë mi dhon afërsi fryhut me njëherë. Njeri pa dëshëm, si ti e afërsi, si ti je pak më i sjellshëm me ta, ai çore se ka pa fry. Sot cilësia e njerëzve, domethënë të padëshëm. Thot wa in uhisha takda. Thot nëse lihet anësh i met hatri. Nëse lihet anësh i met hatri. Wa in istuntiqa takhallaf. Thot nëse jepet fjala bllokohet. Thot wa in turika takallaf. As si mos jepet fjala i jep zor me fol. Pastaj thot wa in thot mujalasatuhu mihna. Shumë e munimshme thot është me pasë në pjesë të jetës që duhet me nejtë me të tillë. Wa mu'atabatuhu mihna. Thot me bo me qërtu, kthehet muhabeti në sprov. Me bo me qërtu për diçka që mu përmirësu, thot në kthehet në sprov.
Thot, wa muwalatuhu tadur, thot me bo mik i ngushtë me të, thot çare so pa të bodam. Wa muqaranatuhu gham, thot me pas një jetë bashkulltar, thot kalon thot në stres. Wa mufaraqatuhu shifa, minejt lart thot është shërim. Yusiu ila ghayrihi wa yadhunnu annahu qad ahsana ilayhi fayutalibu bishukr. Thot i ban njerëzve dam, më menon që t'i bo mirë dhe i lyp mi falëndëru. Thot wa yuhsinu ilayhi ghayruhu fayadhunnu annahu qad asa ilayhi fayarmi bil wizr. Thot tjerë, bavaki thot i bojnë mirë, e ky e merr për prap, edhe i akuzon thot domethënë për mëkat. E fundin në vëllezër, këtë që të ketë trajtesu dash me artë që ke katërta. Këtë të më harru që kjo është thelbi i ligjëratës. Padenia nuk le me mor thelbin e fejas. Ajkën, në këtën e fejas nuk e merr njëri padishëm. A mund të mund fetar? Mund të mund fetar. A e merr atë çka është te feja se merr. Njëri padishëm, domethënë kushtimisht thon, ushqehet po pa kryp. S'ka shije. Ai thjesht ndoshta e ka përcen një farë urije. E merr një ushqim, a është i uritur? Jo, a unë go po. A më domethënë pa kryp, pa erza, pa vaj, pa kurxhesh, domethënë ai veç o te ka përcy. Nuk e merr thelbin, domethënë të fesë. Po du me nënzu një fakt. E ka përmendur dikush prej njerëzve të mendshëm, te pjesa e shembull që përmendat të muskujt, thot mos e le ecjen se ecja të le. Tash na këtë ecmi. Apo? A më na nuk ecmi njëjtë. Ai i cili shumicën e punëve ban duke ecën kom, ai ka shëndetin e komve shumë të mirë. Ai hec më shumë, hec më gat, hec më shpejt, ban distanca, bile të ai ecja kalon në ushqim të shpirtit, në shëndet, në shumë çka. Ndërkaq na këtë thumë kom kena. Mirë, po më na thon hajde dal me ecën 20 kilometra, na nuk mormi domethënë iniciativë me do me ta mes. Pse? A thomi na kom ai ka kom? E njëjtë është me mendjen. Ai që e përdor mendjen ka tjetër. Ai që s'e përdor ka tjetër. Kështu që mos e le ecin se ecja të le. Vjen dita që s'bojnë më komt. Vjen dita që se sheh botën, më njëri i cili nuk hec. Ose në shembull e ecit, njëri i cili nuk lexon, njëri që nuk ngon, njëri që nuk mirët me dije, është sigurisht një njeri i mbyllur në spital. Çka ka po botën ai? Çka ka po ai? Çka mund të më gazoni shko dy njoja? Çfarë mund të më gazoni njëri pa dëshëm domthon shko jeta? Çfarë mund të më gazoni njëri pa dëshëm shko feja? Çfarë mund të më gazoni njëri dëshëm shko shursia, shko çefi, shko dashni, s'di kur gjaj. Për arsye domethënë, duhet me pas konsiderat që kjo dembelia e mendjes, më e keq se dembelia e kombëve. Dembelia e mendjes është më e keq se cila do dembeli që mundesh me emenu domethënë në jetë dhe rrëmisht. Njëri që ka fetari, po ka domethënë me çket dembeli, thuaj se kur gjë s'ka po pikë fe. O bashku gjë s'ka po. Thot Muawiya ibn Qurra, inal qawm la yahujjun, ka njerëz thot bojnë haxhëm, jo një herë, i rrin hazër haxhit. Thot wa ya'tamirun, edhe thot bojnë umre, wa yujahidun, thot edhe shkojnë luftë, wa yusallun, edhe thot falën, wa yasumun, edhe agjërojnë. Wa ma yu'tawna yawm al-qiyamati illa ala qadri qulihim. Amma Allah s'ka më dhënë ditën e gjykimit që problem më shumë se sa kanë ditë. Çaq që ditë çaq, më shumë jo. Çaq sa kanë pas men Allah jep shpëlim. A mune shumë kom bon. Një haxhi njëri dishëm, baki person ditën e gjykimit 50 haxhat njerëz pa dishëm. Se çfarë përjetimi, çfarë domethënie, çfarë zhytje mbot kuptime të thella, sa e ka njoftë Allahun, sa e ka përjetuar duan, është domthon një jetë në vetja. Një jetë në veti, po e njëjtë është. Dy vet. Njëri shkon me një tezë, kishte diçka tjetër, ai tjetri kishte diçka tjetër. Nuk mund të thonë të dy të kenë hapësirën e njëjtë. Se ky shet një mall më të shtrenjtë, ky shet një më të lirë, nuk mund të fitojë njëjtë. Ky ka çarkullim më të madh, ky ka çarkullim më të vogël, shumë e thjeshtë është. Për arsye namazin kur ti e sheh vesh numra, rekatet kur ishin numra, hatmet kur ishin numra, domethënë nuk mundesh më marr më shumë. Ama kur hitet thellësit, e atu nuk hihet pa dije, domethënë mundesh me mrit dikun tjetër. Dikush tjetër thotë i kum thon Dahakut, ma a'bada fulanan wa awra'ahu wa aqra'a. Thot filani shumë thot është i devotshëm. Shumë është i ibadetxhi, shumë ruhet për gjunave, shumë është i kujdesshëm. Thot kayfa aqluhu? Thot çka ka mendjen? Thot qulna nadhkuru laka ibadatahu wa wara'ahu wa qira'atahu wa taqulu aqlu. Thot na po të kallzojmë ibadetin, Kur'anin, për kushtimin, devotshmërinë, ti po na pyet për menën edhe për inteligjencën e tij. Thot wayhaq in al-ahmaq yusibu bi humqihi ma la yusibu al-fajiru bi fujurihi. Thot o njeri, ai i cili me ndjelet, ai që i padeshëm, me pa dijenin e tij ban gjinohe që asnjëri prish si ban. Asnjëri, për shembull, filani është i pamoralshëm, që aty ka gjinohet.
Njeri padishëm, vend fetar, msaft parë, domethënë përzihet me gjinohet që ndoshta ja shkon këtij gjinohet që ti sta merr menja. Për shembull, sa musliman sot i kije fjala bie ndodh një konflikt dikun, ky jep drejt atij dhe si jep drejt këtij. Bëhet pjesë e konfliktit pa u kon hiç fallfurazori. Ditën e gjykimit vetë Allah, ti pse thove kanë pas të drejt mi luftu ata ose këta kanë pas të drejt atë mi privu pijetës ata të tjerët? Hajde e llogaritën ditën e gjykimit. Kjo ka llogarinë më të madhe se sa të bëha kit zinaçarit. Pse ju ka vështirë llogaria? Pi padjenis. Ti shkoni dëshëm e kish di që s'ma më fol. Ti shkoni dëshëm e kish di domethënë vënë vet do thot Imam Shabi, thot ma abada Allah Taala mithl Halim. Nuk e ka adhuru Allahun dikush që që adhuron Allahun njeri dëshëm, njeri urt, njeri mençëm. Që adhuron ai kërkos mundet me adhurua Allahun te baraka taala ndaj xhenem lit kur ta shohin xhenemin. Kur ta shohin xhenemin edhe dënimin që kam i kap aty, thojnë wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Thojnë xhenem lit, mu kon të kish mingu e ti shmi kon të mençëm se kish mi pru punën me armë gjeng xhenem. Muhanë e ki pru punën në xhenem me padjeni. E ki pru punën mu djeg prej padjenis. Muhanë shumë situatat muslimanëve, padjenia është thy gati sikur se mu kon lavdrim se si mos ta dish domethënë arsyeto. Dhe këtu po duam të analizuar një fakt. Ideologjitë ekstreme në vëllezër. Edhe orientimet që kanë bëjnë domethënë jashtë vijës së dietarëve, po edhe frymat që janë tendencioze, të cilat domethënë dalin prej asaj mesatarisë që ka Ahlus Sunneti, edhe udha domethënë e dietarëve. Mjafton me pa kush pozicionohet aty për me pa që këta janë bromi njerëzve të padishëm. Bromi për shtatët ja do lukthi, se njëri të padishëm ja do bukën e vet. E ka domethënë për shtatëm lukthin për çfarë buke. Për kasu ju domethënë njerëz të dishëm, nëse këshir dietar bashkëkor, 10 ramira dietar asçe bëjnë hesap që ekzistojnë domethënë ideologjitë ekstreme. Jo pse nuk e kanë gajle mi eduku të rit, po që shohin të parancishme kuptimin që kush janë këta masmëronti. Domethënë jena të fol për njerëz domethënë që këta në fusnotat e njerëzimit ose zor me shtit dikon. E lejo domethënë me pas ta vlerë që më jamur domethënë në fjalë se domethënë në mendim e shënoi Buhariu Muslimi për Abu Said al-Khudri kur fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për xhaurexhët, thot yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi. Kur ta shihni namazin e tyne, thot kam ju do kur gjë namazi ju. Kur ai thot kështu i thot sahabëve, çfarë namazi kanë pas sahabëve? Sahabët thot siyamuhum ma'a siyamihim. Edhe agjerimi juaj kam ju do shumë i dobët karshi agjerimit të tyne. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Thot lexojnë shumë Kur'an, ama mos ja ka përsen fytyn. Thot yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyya. Dalin pi fejës shpejt që del thot shigjeta prej harkut. Që tyne nuk ju pas ka mungu ibadeti, nuk ju pas ka mungu fetaria e dukshme. Ju ka mungu dija, ju ka mungu urtësia, ju ka mungu ajo që është domethënë kuptimi i saktë edhe mendjepresia e fesë. Përfundon vëllezër, keq kjo trajtesë, e dimi ku na të jetu në çfarë zamani, çfarë thona, çfarë shoqëni e kështu me radhë. Kështu që mundot njëna për pyetje më ka mas dersit e për paraprimin i shpjegim. Thotë Allahu subhanahu wa idha marru bil lagwi marru kirama. Njerëz të fisnik, njerëz të emrrim, njerëz me domethënie, besimtar të vërtet, kur të kapërcejnë ka njerëzit e padishëm, kapërcejnë me dinjitet. Domethënë nuk mundesh domethënë me hinë në pazarin e tij. Domethënë ai fol, ai komendim, është e parancishme, është irelevante. Ti dush migrat tonës, marru kirama, vazhdo me dinjitet. Nuk guzon domethënë me e pas në konsiderat, megjithatë ligjërata nuk e që nuk ma provokoi idenë që do të më shumë dije, po nuk është populli jonë se vendet e tona ose viset e tona çka që i na pas çka është padishëm. Thot dikush prej selefit Sahel at-Tusturi, thotë inna min a'zami al-ma'asi al-jahlu bil-jahl. Prej mëkateve më të mëdha është mëkani i padishëm për padjenin. Për i padishëm për padjenin, prej mëkateve më të mëdha. Wa an-nadhr ila al-'amma. Prej mëkateve është me këshir çka po bëjnë masa. Masa i kanë ngratë çështu na përshkojmë mas tyne. Jo, domthon kjo është xhel, kjo mëkat. Ti e ki Kur'anin udhëzues, ti e ki Sunetin udhëzues. Jo domthon nuk guzon fëmijë muslimanit të thonë klasë që çështu i kanë notat. Ose pi klasës time vetëm kaç kanë shkuar me vazhdu studimet. Nuk guzon se moment që ki përpunën çaty ti ki ra. Thot min a'zami al-ma'asi al-jahl bil-jahl. Prej mëkateve më të mëdha padjenia që nuk peshe padjenin. E dyta thot wa an-nadharu ila al-'am, edhe me këshir masën, edhe e fundit wa istima'u kalami ahli al-ghafla, edhe më janu veshin, mi ngush apo thojnë ata shazdi. Vaj nuk ka për mungu. Edhe nëso babajt, edhe nëso nënevët.
edhe nëse janë familje jote, edhe nëse oficiat, ata e mundesh mi respektu. Amu, jo mingue se dia nuk është çash patjetër. Jo mingue që betejë më e madhe një duhet të qenë betejë kundër padjenisë, edhe jo mingue që pasunia më e madhe është realisht për neve dia e për të tjerët janë domethënë vlerat materiale. Elos Allahu azza wa jall me na mësu me nejt betejë kundër padjenisë deri në momentin e fundit të jetës, edhe çdo ditë me shtu dijen, edhe me ndriçu umetin me dije, edhe me mrit ditë më të mira, për të shohur umetin më të ndriçuar, më të arsimum, më të shkolluar, më të mrrim, më të kfill, edhe rrjedhimisht ma fetar të mirë. O sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.